qefi. Qa qefi është të jesh të martave në Top Channel në Big Brother. Ne këtu në studio të gjithë ju që në ndishni anë e mban globit. 72 orët e fundit aty brenda kanë qenë vërtet të trazuara, të gjithë kundër të gjithëve. Ky son do të jetë një episod vërtet i gjithi për të ndjekur. Uluni ratoni sepse kemi shumë gjëra që do të sqarojmë sot. Si fillim një herë, nuk ka patur asnjë banor të qetë aty brenda. Gjatë këtyre 72 orëve të gjithë janë ballafaquar me të gjithë. Tonet kanë qenë të ngritura, ndonjëherë zërat kanë qenë deri në prishës të dëgjimit për njerëzit që i kanë parë nga televizori. Jo vetëm aq, por ka patur edhe një zarf të zi për shkeljen e rregullave, një zarf i zi i cili nuk është respektuar nga banorët, kështu që sot do të ketë pasojë të tjera sa i përket kësaj. Sonte gjithashtu 2 hyrje të reja në shtëpinë e Big Brother. Do të kemi 2 hyrje të reja në akuarium, madje 2 hyrje që do të vendosin për fatin edhe të atyre aty brenda. Fat të cilin e vendosni edhe ju, sepse në fund të ditës jeni ju që vendosni kush hyn dhe kush del nga shtëpia, të paktën në televotimin i cili vazhdon të jetë i hapur, dhe jo vetëm aq, por sonte do të kemi një televotim të dytë që do të zgjasë shumë pak për të preferuarin deri më tani. Do të zbulojmë 3 më të preferuarit e publikut deri në këtë moment që flasim. Pastaj do të kemi ballafaqime mes banorëve, edhe ata që janë përplasur fort, edhe ata që kanë zbuluar diçka më shumë nga vetja e tyre dhe natyrisht momente emocionuese, sepse sot njëri prej tyre do të ketë një surprizë shumë të bukur, do ta tregoj më tepër për jetën e mrekullueshme, siç kundër të gjithë aty brenda kanë bërë dhe do të bëjnë në vazhdim. Me mua në studio janë 2 djemtë dhe kam kërkuar që asnjë nga ish banorët vajza të jetë sot prezente. Arsyen besoj deri diku e keni zbuluar, sepse është Monika Kryemadhi aty që duhet të jetë. Ose është një gjë tjetër pa. Dhe më pëlqen sepse e shite sikur në fakt gjykata nuk do të merret të martave dhe të mërkurave sepse ti je në Big Brother. Por unë kam hallin që ata e shohin Big Brotherin më shumë se sa ty, nuk janë. Por gjithë ku ka prajmë është bosh, mos pretendon. Jo me gjykata. Ishte një postim i dikujt sot, thoshte që i kërkojnë shefave falje për ne që nuk do të shkojmë në punë të mërkurave sepse shohim Bigun deri vonë. Më të drejtën duhet mi bë kërkesë dhe Ministrisë Arsimit që ta bëjë të mërkurën pushim për kalamajt. Më shumë se kaq domethënë. Se gjithë ato pushime që janë. Në duke prishur të vënd përfundimisht, duke i dhënë bravo në fundit. Dhe mungon sonte Arber Hajdari, të cilin Big Brother e ka çuar me një mision vërtet të rëndësishëm deri në përtej Atlantikut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri në Mar-a-Lago, sepse nga andej do të marrim një konkurrent uroj të rëndësishëm, apo jo Arber? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Region. Më duket habise, nuk të kam pasur ndonjëherë kështu në led dhe më duket se çuditshëm, duket shumë i madh nga ledi. Ja, po zvoglohem pak, po pra? Ledion, ju thatë që shteti në Shqipëri do ta ketë pushim kur është Bigu, po në të vërtetë edhe këtu do të jetë pushim, se sa po erdhi ora u zhdukën njerëzit tu në Mar-a-Lago, kanë shku me pa Bigun. Dhe aty është ora 3 drekës. Ore, digjo, tani a je afër mbylljes së të madhit, se ne atë duam këtu në Big Brother, ai është personazh Big Brotheri. Ledion, jemi shumë afër, madje ka dhe konkurrencë, ka dhe garë këtu. Çfarë thua? Se kush do vi prej tyre. Vërtet, ë? Okej, i mirëpresim, shiko, dyert të hapura, tani që kemi dhe 2 shtëpi, jo akuarium, jo shtëpi të madhe, kemi vend. Kush të doj të urdhëroj? Uroj që t'jesh me kratë leta sonte, Ledion, se për këto lëvizje femërore kam përshtypjen ta kanë pushtu studion. Po, i mirëpresim, shiko, në këtë rast do më mungosh, kjo është pak po e sigurt, por do jem mirë. Do na mungoj të Po rri gjithëve. pa me rak se kam marrë masa, kam komunikuar. Do na mungosh të gjithëve dhe bëj dhe një lutje atje për Bigun që të eci mirë. Po, ka dhe gjë. Praktikisht lutjen e bëra për Mirin dhe Selinin, se edhe këtu është bërë objekt diskutimi. qa deri aty, ha? Ua. E rëndësishme është të lutesh.
Miri dhe Selina si Gjeku dhe Roza. Arbër, të urojmë qëndrim të mbarë dhe kthim të mbarë. Faleminderit. Shikim të këndshëm mund ta heqësh lirish kollaren. Direkt. Okej.